Zëse Jamini, kur e shihni këtë rrugtim 35 vjeçar duket sikur është ka kaluar shumë kohë, po thuajse edhe pak kohë. Ku mendoni se ka ngecur Shqipëria në këtë drejtim? Një farë reflektimi. Sot është tamam dita për të thënë çfarë kemi bërë ne me Shqipërinë dhe shoqërinë tonë në 35 vitet e fundit. Dhe kur them 35 vitesh, pothuajse gati sa njëta periudhë sa kemi qenë në komunizëm. Ne pothuajse për çdo vit komunizëm kemi pasur një vit post-komunizmit apo një vit tranzicioni. Në një farë kuptimi dhe në një sër fusha, Shqipëria ka bërë një transformim të jashtëzakonshëm, marramëndës. Ky është një transformim që ka ardhur nga liria, ka ardhur nga vetë njerëzit, nuk ka ardhur nga politika, por një gjë do ta themi qartë. Shqipëria ishte një vrim e zezë në Evropë, një vend thellësisht i pravambetur, thellësisht i izoluar, me njerëz të varfër, me njerëz të varfër materialisht, shpirtërisht dhe mendërisht. Dhe sot Shqipëria nuk ka asnjë lloj, nuk krahasohet me atë lloj. Dhe do të jemi krenar që sot ne jetojmë në liri, mund ta quash në demokraci, çfarë do të kuptimi këto terma, por të pak ne jemi njerëz të lirë. Dhe megjithatë jemi krenar që në këto 35 vite kemi dalë që si vend të ecim përpara dhe sot jemi prapë nga vendet më të varfra të kontinentit, por të pak kemi dalë nga ajo varfëri botërore, nga ajo errësirë botërore dhe sot jemi pranë, ndoshta jemi pranë dijes i panzën dhe pranë sofrës jo i ngrënë siç janë në Evropë, por të paktën jemi ku me çfarë kemi qenë. Dhe këtu është një për ta parë optimizëm. Është e vërtet janë qytetarë shqiptar. Si ata që janë këtu dhe ata që kanë emigruar që kanë në Shqipërinë. Në Shqipërinë këto një nga faktorët më të rëndësishëm në këto 35 vjet kanë qenë emigrantët shqiptarë që duke dërguar para në atë dhe duke kontribuar, duke mbajtur familjet e tyre, duke mbështetur, kanë dhënë mundësi që edhe problemet e varfërisë të tejkalohen, kanë dhënë mundësi edhe që të krijohet një sens mirëqenie, kanë dhënë mundësi që edhe në Shqipëri ata që kanë mbetur të jetojnë me një farë niveli të caktuar. Dhe në këtë lloj kuptimi Shqipëria ka pasur transformime të jashtëzakonshme. Fatkeqësisht këto transformime nuk kanë ardhur të nxitura nga politika. Dhe politika shpeshherë më tepër është bërë pengesë dhe shumë procese që politika mund t'i përshpejtonte ose mund t'i menaxhonte mirë, ka menaxhuar më keq. Nëse kemi pasur kriza këto 35 vjet kanë ardhur gjitha nga politika. Nëse kemi pasur probleme kanë ardhur nga mospajtimi i politikës, nga korruptimi i politikës, nga keqçeverisja. Dhe në kuptimin politik, çështja prap është një çështje delikate. Ne nuk kemi arritur dot të qeverisemi në mënyrë demokratike. Pra, në kuptimin shpirtëror dhe material ne kemi ecur jashtë mase, por në kuptimin e qeverisjes, ajo ëndra për ta bërë shifë gjithë Evropa nuk është realizuar dhe ne ende jemi larg Evropës. Por që ta bëjmë reflektimin tamam, duhet kuptojmë një gjë. Ishte pothuajse e pamundur që të ishte ndryshe. Elita që doli nga ndryshimi nga nga protestat e studentëve, sepse nuk ka qenë lëvizje studentore, ka qenë protestë. Një nga gjërat që bëjmë ne janë egzagjerime. Ajo ka qenë 2 ditë e gjysmë protestë. Nuk ka qenë as lëvizje. Ajo ngjarje ka pasur 2 elementë shumë të rëndësishëm. Studentët arritën 2 gjëra të jashtëzakonshme. Vran frikën dhe duke vrarë ata frikën ja ngjallën shpresën dhe ja vran frikën dhe shqiptarëve, dhe dyta kaluan më njëherë nga kërkesa ekonomike në kërkesa politike. Por protesta studentore, pra jo lëvizja, protesta studentore, thjesht i dha goditjen e fundit një regjimi që kishte falimentuar, ishte i mbaruar. Dhe në këtë lloj kuptimi ka qenë ngjarje jashtëzakonshme sepse ndavët 2 epoka. Por elita politike që doli nga këto ngjarje, pra elita politike që mori përsipër të ndërtonte pluralizmin, ishte elita politike e komunizmit, e formuar në vitet 70-80. Ishte një elitë politike e cila ishte e paformuar, e cila nuk kishte botkuptimin, nuk kishte mundësinë, nuk kishte asnjë lloj aftësie për të ndërtuar një botë të re të cilën as e kishte parë, as e kishte jetuar dhe as nuk e jetonte si koncept shpirtëror, mendor dhe njerëzor. Nga një anë dhe nga ana tjetër, Shqipëria nuk kishte asnjë traditë demokratike. Dhe nisur nga kjo varfëri ekstreme që kishte Shqipëria, ekonomike dhe izolimi, nga kjo elitë pa përgatitur, madje e pa formuar për të tërhequr këto, dhe nga ana tjetër, nisur edhe nga mungesa e kulturës dhe traditës politike të veçëverisë në Shqipëri, natyrisht që tradicioni jon do ishte me probleme, siç ishte edhe me probleme. Ka shumë gjëra që mund të ishin shmangur, por në farë mënyrë po duash ta shikosh pozitivisht mund thuash kemi shpëtuar nga një situatë historike e tmerrshme, nuk kemi shkëlqyer, por të paktën sot prap kemi shpresa dhe prap mund të flasim për të ardhmen. Okej. Zoti Sara. Atëherë unë konvergjoj në fakt në çfarë vjen në mendje kur flitet për 8 dhjetorin? Si e problemi. Atëherë në fakt kur sot isha tek takimi në qytet studentit, kuptohet që gjëja e parë që vjen në mend janë pikërisht ato ditë. Dhe
për qenë realist, ne atë periudhë nuk kuptonim dot se çfarë ishte pluralizmi. Ne thjesht bëm një protestë për ato kushte dhe pastaj më vonë u kthyen në lëvizje politike. Nuk zgjati 2 ditë në fakt, ai filloi ditën e shtunë, vazhdoi të dielën, të hënën studentët të lanë mësimin dhe të martën darkë bëm takimin tek pra ishte por në drek ishte shpallur pluralizmi politik. Po vazhdonin takimet, ato pastaj propozimin derisa shkuam deri në shkurt pasaj që u bë dhe Gregoris. Pra ishte një periudhë gjatë që studentët... Për ju ka qenë lëvizje o protest? Nisi si protest dhe pasaj u bë lëvizje. Duhet të pranoj. Ajo nisi si protest. Pra ne nuk ishim të përgatitur për pluralizmin politik, paktën e student nuk kishin formimin e duhur. Dhe elita që doli, unë jam dakord, elita politike ishte një elitë e cila ishte formuar në një regjim komunist, apo jo? Kjo është e vërtet e madhe. Një zëlim të plot nga bota. Pa diskutim. Por ama me ato çfarë kishim dëgjuar, me ato çfarë kishim lexuar, kuptohet që dëshironim ndryshimin e madh. Dhe unë e quaj me fat, nuk është se e quaj një merit se bëm diçka që nuk do ta bënte brezi sotëm. Kushdo brez që ishte në atë periudhë, ashtu siç kishte shkuar për lëvizjet pas 45 viteve izolim, me radhë kishte pasur dhe heshtje protesta të tjera në atë kohë, apo jo. Burgosur politike të gjitha, populli ziente, ekonomia kishte shkuar, varfëria ishte next